çfarë ka ndodhur gjatë seancës. Për këtë do të lidhem tani drejt për drejt me kolegen Klodi Lala. Klodi, të përshëndes, çfarë ka ndodhur në seancën e gjyqit? Po, përshëndetje, njësida në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është duke u zhvilluar seanca radhës për shqyrtimin e akuzave penale ndaj ish-presidentit të Republikës zotit Ilir Meta dhe ish-bashortes së tij ish-politikanja Monika Kryemadhi, të cilët akuzohen për veprat penale të korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Por në fakt që nga koha e divorcit të bujshëm që përkonte me kulmin e hetimeve të prokurorisë posaçme kundër Metës dhe Kryemadhit, të dy ish-bashkëshortët janë përplasur fort ditën e sotme në sallën e gjyqit dhe kjo është përplasja e parë jo vetëm publike në sallën e gjyqit, por edhe mes dy ish-bashkëshortëve të cilët u ndanë, sikur se thash, në kulmin e hetimeve të SPAK. Në fakt, ka patur një reagim nga ana e zotit Meta, i cili me sa duket në fjalën e tij u përpoq të hithet të gjitha fajet mbi zonjën Kryemadhi dhe me sa duket latë nuk kuptohet se ai ndodhet i arrestuar për shkak të celularit që u sekuestruar nga ana e SPAK Monika Kryemadhit dhe nga celulari u zbuluan edhe 10 komunikime të kësaj të fundit me persona të ndryshëm, të cilat u përkthyen më pas në akuza dhe në mesin e këtyre komunikimeve është edhe biznesmeni Adrian Shatku, i cili është kërkuar si dëshmitar nga ana e prokurorisë posaçme për sa kohë që rezulton se nga karta e këtij të fundit janë kryer pagesa për llogaritë të ish-lëvizjes socialiste për integrim që kanë të bëjnë pikërisht me kontratat lobuese me kompani të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kishte lidhur lëvizja socialiste për integrim në kohën kur drejtohej nga zoti Meta. Nuk ekziston asnjë lloj ndikimi mbi Adrian Shatkun, deklaroi Ilir Meta, as për të dhe as për askënd tjetër. Asnjë SMS për Monika Kryemadhin, Piro Gjigjon, dhe as që mund të ketë interes të ligjshëm, deklaroi ai. Kjo është një histori UDB-je, edhe Adrian Shatku duhet kishte ardhur këtu sapo të dëgjoj emrin se ka ngrënë bukë në shtëpinë time, deklaroi ish-presidenti. Adrian Shatku u largua në 89-ën, e mori UDB-ja, pastaj iku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është historia agjenturash greke. Nuk kam asnjë dieni për veprimet e Monika Kryemadhit, i di vet ajo, ato historitë e mesazheve i di zonja Kryemadhi, deklaroi ish-presidenti i vendit zoti Ilir Meta. Në këtë moment reagoi ashpër Monika Kryemadhi. Boll se nuk është ashtu. Me llafe që sjell Altin Dumani, thashë theme flet këtu, mos u merr me llafe grash. Akoma merresh me thashë themet e Tedi Blushit. Reagoi dhe tha zonja Kryemadhi. Në këtë moment ndërhyri trupa gjykuese dhe konkretisht kryesuesi i trupës zoti Erion Bani i tërhoqi vëmendjen zonjës Kryemadhi dhe i tha që nëse do të vjonte me debate do të dilte jashtë sallës së gjyqit. Kam 4 vjet që e dëgjoj dhe e duroj. Është edhe babai im të ngrihet nga varri, nuk e duroj dot më. Do të t'i lexoj edhe unë mesazhet ty, të marrësh vesh. Me llafet e këtij rroktari merresh ti, tha zonja Kryemadhi, duke nënkuptuar dhe referuar deputetin e Partisë së Lirisë zotin Tedi Blushi, i cili ndodhej në sallën e gjyqit. Megjithatë, debati mes tyre u sheshua pasi ndërhyri sërish trupa gjykuese dhe paralajmëroi zonjën Kryemadhi se do ta nxirrte nga seanca dhe do ta gjobiste nëse ajo do të vijonte në lidhje me debatin me zotin Meta. Në fakt, ky ishte komunikimi i parë mes dy ish bashkëshortëve, të cilët më herët nuk kishin patur asnjë komunikim në sallën e gjyqit dhe dukej se divorci mes tyre e kishte vendosur dhe vullosur përfundimisht përfundimin e komunikimit, por me sa duket telefoni që është sekuestruar në banesën e zonjës Kryemadhi e që është prova kryesore e SPAK në procesin ndaj Ilir Metës ka sjellë edhe përplasjen e parë mes tyre, që ishte një përplasje publike e bërë në audio dhe video e po ashtu në praninë e të gjithë personave si trupës gjykuese, prokurorëve të posaçëm, medias, por edhe dhe publik të ndryshëm të cilët vinë në mbështetje të dy të pandehurve. Ndërkohë, gjatë seancës pati edhe kërkesa të bëra nga avokati i zotit Meta, zoti Kujtim Cakrani, i cili e konsideroi çështjen si tërësisht politike. Akuza është bërë për të goditur Ilir Metën. Kjo është një luftë politike dhe luftën politike nuk mund ta materializosh me akuzë, sidomos për një akuzë të rëndë për korrupsion, deklaroi zoti Cakrani. Ndërkohë, referuar një mesazhi që lidhet me çështjen CSD-ja në vitin 2009, ku pretendohet nga ana e SPAK se është shkruar se deri nesër më duhen 200.000 euro, mesazh i cili mendohet të jetë shkruar nga Ilir Meta, dhe që nuk ekziston më në dosje, rezulton sipas zotit Cakrani se Ilir Meta në atë kohë nuk ishte funksionar publik, por ishte një deputet opozitar.
Si mund të akuzohet për korrupsion pasiv zoti Meta, pyeti zoti Cakrani gjykatën, nuk ishte ministër apo zyrtar i lartë, se s'di është një statistik, një episod për të dënuar zotin Meta dhe këto janë përpiluar në akuzë, deklaroi avokati. Në vijim ai kërkoi papërdorshmërinë e akteve dhe fashikujve për episodin e parë që lidhet me dosjen CESDIA, që është një akuzë zyrtare spak për zotin Meta, dhe kërkoi që të mos pranohen si prova intervistat e gazetarëve që kanë marrë dëshminë e gruas së Kastrioti Ismailajt, ky i fundit ish administratori Dias i dënuar nga drejtësia shqiptare, dhe Ervis Mataj, drejtori i kompanisë Dia. Gjithashtu, të mos merret si provë mesazhi i përgjuar në vitin 2009, gjithashtu edhe video përgjimi i realizuar nga i ndjeri ish ministri Dritan Prifti, sepse thënjet e tij nuk mund të provohen, tha zoti Cakrani, pasi ai ka ndruar jetë, ndërkohë që sipas tij zoti Prifti merre me inqizime dhe fuste njerëzit në sherr, ndonë se Dritan Prifti nuk jeton më dhe sigurisht nuk mund të ndalemi më shumë tek ai. Ndërkohë sa i përket vendimeve të arbitrazhit që kanë të bëjnë me çështjen CESDIA, po ashtu avokati kërkoi që të mos merren si provë për sa kohë ka legislacione të ndryshme. Gjithashtu duhet theksuar se pati edhe kërkesa sa i përket akuzës së dytë që lidhet me kontratat që ka lidhur ish lëvizja socialiste Integrim me kompani të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që mendohet se këto kontrata janë paguar me para që janë të pajustifikuara ligjërisht. Klodi, përsa i takon dëshmitarëve, cilët janë dëshmitarët të thirrur në këtë proces? Atëherë duhet të saksoj së pari që zoti Cakrani latë nuk kuptohej se mund të thras në vijim dhe rezervoj të drejtën edhe kryeministrin e vendit zoti Edi Rama, por një kërkesë të tillë nuk e bëri seancën e sotme, ndërkohë sa ju përket dëshmitarëve, bëhet fjalë për shtetasin Petrit Vasili, Luan Rama, Elena Gaçe, Mirela Meko, Vangjel Tavo, Endrit Brahim Llari, Denis Bruke i kompanisë GSI-së, një shtetas i huaj po përfaqësues i kompanisë GSI-së, Eriol Brahim Llari dhe Adrian Shatku. Në lidhje me këtë të fundit, zoti Meta deklaroi, sepse ju thash që ka dyshime dhe pretendohet nga ana e SPAK se Adrian Shatku ka paguar disa nga pagesat për llogaritë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, tashmë ish Lëvizja Socialiste për Integrim, lidhje me kontratat e lidhura mes kësaj force politike dhe kompanive lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sa i përket zotit Shatku, zoti Meta pretendoi se pagesat e Adrian Shatkut, pat kryera nga llogaritë e kompanive të tij të fundit, nuk janë autorizuar nga ana e zotit Ilir Meta, dhe pikërisht në këtë pikë zoti Meta do të provoj se nuk ka patur asnjë iniciativë dhe nuk ka paguar sa i përket kontratave lobimit para të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i korrupsionit. Megjithatë, avokati rezervoi të drejtën dhe në këtë moment e kemi sërish rinisje të seancës, sepse ishte ndërprer për 30 minuta për të rinisur më pas, ku do të vijoj sërish zoti Cakrani dhe zoti Meta për të bërë kundërshtimet e tyre sa ju përket episodeve të tjera dhe akuzave të tjera që SPAK kanë ngritur ndaj ish presidentit dhe ish bashkëshortes së tij Monika Kuremadi. Klodi, faleminderit shumë për gjitha informacionet. Faleminderit juve.